Një spektakël i përmasave ndërkombëtare pritet ta vendosë gostivarin në qendër të vëmendjes së sportdashësve. Për herë të parë, qyteti do të mirëpresë organizimin Night of the Champions 2026, i cili pritet të mbledhë në shesh boksier profesionist nga vendet të ndryshme të Europës dhe rajonit, duke shndruar për një natë gostivarin në kryeqendrën e këtij lloji sporti të mundjes. Lajmin e ka bërë të ditur Nevria Demi në cilësi të antarit të Këshillit Organizativ të këtij eventi madhështor. Sipas Ademit, organizimi vjen me datë 25 korrik, periudhë kur në vendlindje do të qëndrojnë edhe shumë bashkëvendas që jetojnë dhe veprojnë në mërgim, duke i dhënë ngjarjes një rëndësi të veçantë. Ai vlerëson se ky spektakël do të jetë një vlerë e shtuar për aktivitetet që pasurojnë jetën sportive, kulturore dhe shoqërore në qytet. Bëhet fjalë për projektin Night of the Champions 2026, një spektakël ndërkombëtar i boksit profesionist që do të organizohet, siç e thash, për herë të parë në komunën e Gostivarit. Ky projekt në Gostivar do të sjellë boksier profesionist nga disa shtete evropiane dhe ballkanike, të cilët do të boksojnë në qytetin e Gostivarit, që të jemi të qartë, projekti 2 herë është realizuar në qytetin e Tetovës dhe synon që këtë vit ta bëjë Gostivarin kryeqendër të këtij evenimenti dhe të vazhdojnë ndoshta edhe si traditë që Gostivari të ketë këtë eveniment. Night of the Champions 2026 pritet të mbledhë boksier profesionist nga vende të ndryshme të Europës dhe rajonit, ndërsa programi përfshin 8 ndeshje profesioniste, transmetim televiziv live dhe mbulim të gjerë mediatik, tha Ademi. Rëndësia më e madhe e këtij projektit është se së pari dimensioni sportiv është promovimi i boksit profesionist dhe krijimi i një platforme serioze që sportistët, veçanërisht të rinjët, të kërkojnë në rrugë të disiplinuar në zhvillim, dhe së dyti dimensioni publik dhe social. Një ngjarje këtij niveli krijon energji pozitive në qytet, nxit pjesëmarrjen e të rinjve në sport dhe forcon kulturën e organizimeve të mëdha publike, dhe së treti dimensioni ekonomik dhe promovues, prania e vizitorëve, mediave ndërkombëtare dhe sportistëve ndërkombëtar do të ndikojë drejt për drejt në ekonominë lokale dhe në promovimin e Gostivarit si qytet aktiv, modern dhe i hapur për ngjarje kaq të mëdha dhe të rëndësishme. Ky event synon të sjellë një spektakël sportiv të nivelit të lartë, por edhe të promovojë Gostivarin si një qytet që është i gatshëm të mirëpresë organizime të mëdha ndërkombëtare. Andaj edhe komuna e Gostivarit me një vendim të Këshillit ka vendosur të japë mbështetje këtij eventi me synimin që i njëjti të mbetet tradicional.